shoqënia më thëshin që sharbër ke në Harvard tash japet po merresh në bashkëtell. Bleshëm projekte i zhvillojshëm dhe pastaj i shitshëm. Projekti i finalizuar 78 banesa. Ky është aktualisht projekti më i madh ndërtimit banesor në Minhen dhe vlera e tij arrin rreth 45 milion euro. Flamur dhe Arv Beqiri, vim nga fshati Pemisht, komunës Kenrajt dhe jetojmë dhe veprojmë në Minit të Gjermanisë. Gjyshi jonë ka ardhur në vitet e 70-ta, ashtu si shumë shqiptarë tjerë në atë kohë. Pas ti kanë ardhur edhe Agji në vitet 90-ta edhe baba jonë Imeri. Pasi kum përfundu gjimnazin këtu në Dachau të Minhenit, kum vazhdu me studimet bachelor në Universitetin Ludwig Maximilian këtu në Minhen. Një pjesë të studimeve kum kryer edhe në Harvard, me fokus në Political Economics dhe Behavioral Science. Pastaj kum kryer studimet master në Banking and Finance në Universitetin e St. Gallen në Zvicër. Pas e përfundova gjimnazin në Dachau, vazhdova edhe me studime në Universitetin Ludwig Maximilian në Mini, ku studiova shkencat ekonomike dhe politike. Pas e kryta bacheloren ato, vazhdova në Maastricht School of Business, ku vazhdova me psikologjin ekonomike edhe statistical probability. Pas e përfundova studimet dhe atje, vendosja të bashkangjitja Bundeswehrit të Gjermanisë, frymëzimi jem kryesor ishte ato agja jem Ajet Beqiri, i cili ka qenë komandant gjatë luftës çlirimtare të Kosovës dhe dëshmor kombit. Gjatë kohës së studimeve, hapëm biznesin tonë të parë, ishte një dyqan online, quajtëm Amor Geschenke. Geschenke në gjuhë gjermane kupton dhuratë, Amor për fjalës latinisht dashuri, dhe ishëm fokusu në dhuratat e personalizuara. Ishte produkt shumë i thjesht, po marketingu jonë ishte aq i mirë që kishim aq shumë shitje që shumë shpejt u dufke gjithë natën mu merr me paketime të porositë që vishin gjatë ditës. Kur viki baba, sa atëherë ishte ala të punu në MAN, u ka në elektricist. Kur viki baba për ndrimi dytë mas 12, rëke me nevi të paketojshëm aty porosit dhe në 3-4 mëngjes. Aq shumë kemi pas sukses me ato që mas 3 muajve kishim gjeneru aq shumë shitje dhe vëmendje në treg që një tjetër kompani na ka kontaktu dhe e ka ble prej neve dyqanin dhe ai ishte sukses i parë, domethënë i madh që kemi bërë, atëherë ishim dikun unë kom pas dikun 20 vjet, i ke pas 19 vjet, ashtu diçka. Masi që e shitëm Amor Geschenke, filluam biznesin e dytë, apet një dyqan online, e quajtëm Amor Lights, ishte thuaj njëjta ide, dhurata apet të personalizuara, shitshim drita të personalizuara. Me këtë produkt, relativisht shpejt u bënëm një ndër më të mëdhajt në tregun gjerman, po relativisht shpejt ja kena nisur me prodhu vetë, domethënë kemi ble aty maqineritë dhe kemi prodhu dritat në garazhin tonë. Jemi në aty garazh success story që na jemi një prej tyre me një fjalë. Edhe atë biznes tani e kemi shitur duke krijuar një kapital fillestar që na hapi mundësinë mu angazhu në këtë biznes që merrem tani. Bizneset online ishin shumë të mira dhe fitimprurëse, po problemi ishte që ishin shumë të afatshkurtë dhe të varur në pikë trendeve. Na kishim qef me ndërtu diçka së bashku që ka, domethënë, vlerë reale dhe është e qëndrueshme dhe afatgjate. Edhe nga se gjithmonë kena punu bashkë, ajo kanë thuajse konsekvenca logjike që edhe këto e bëjmë së bashku. Po, na gjithmonë kena pas pasion për objekt ose për ndërtim, edhe për arkitekturë prej pjesës dizajnit, gjithmonë na ka interesu. Tani në vitin 2022 kemi hap firmën tonë Beqiri Bau und Immobilien GmbH. Fillim jemi kanë të fokusu në rinovime energjetike, ku ofrojshëm një shërbim gjithë përfshirës, domethënë prej planifikimit deri në dorëzim të qelsave. Ai për neve ka qenë më shumë një hap strategjik për shkak se dojshëm me kriju kompetencën e ndërtimit brenda grupit tonë, nga se kompetencën e financave, të marketingut dhe shitjes veç e kishim. Kur nuk ka qenë plani me kom vetëm një firmë që bën rinovime ose sanime. Këtë shoqënia më thëshin që sharbër ke në Harvard tash japet po merresh në bashkëtell. Po ai kur nuk ka qenë plani, gjithmonë ka qenë plani me
me punu si që punojmë sot, gjithë përfshirës në projekt, prej financimit deri në exit. Rritja e normave të interesit mas vitit 2022 neve nuk na ka prek aq rënd, sepse shumicën e projekteve kishim të financuara me kapital vetanak, se gjithmonë kemi provu mos me pas shumë ekspozit ndaj rreziqeve të panevojshme, dhe ajo neve na ka fut në një pozicion shumë të fortë, kur shumë tjera kompani kanë pas vështirësi. Ne operojmë si një real estate investment boutique, kemi një ekip fleksibel dhe të sofistikuar që përmbahet prej jurist, arkitekt, ekspert të financave, profesionist në ndërtimit edhe shitës. Kemi një qasje gjithë përfshirëse në projekt edhe jemi veçanërisht të suksesshëm në situata kur në projekt hyn një vështirësi financiare. Jo çdo projekt ka nevojë për një investor klasik, po shpeshherë ka nevojë për një ndërhyrje operacionale të thellë në projekt. Ne aty në këtë rast na ofrojmë një model restrukturimi për banka, për investor dhe për zhvillues që kanë hyrë në vështirësi financiare ose që thjesht kanë mungesë resursësh ose me vendimarrës. Projektet tona e ndajmë në 5 hapa, ku hapi parë është analiza e projektit, pastaj pastrimi juridik, zhvillimi një strategji exiti dhe me në fund pjesa ndërtimtore dhe shitja nëpërmes projektit tonë të gjatë. Me këtë mënyrë na kemi mundësi projekte që kanë hyrë në krizë, me kthy në një projekt fitimprurës që mundet më shit në treg, që pranon tregun. Një ndër projektet tona interesant në të kaluarën është një shtëpi në qendrën historike të Augsburgut. Ato ka pas disa sfida të ndryshme. Është dokumentacioni ndërtesës është shumë i dobët edhe gjendja ndërtimore është shumë e vjetër shtëpia, është ndërtuar në vitin 1880, domethënë ka mbi 140 vjet. Gjatë procesit të pastrimit juridik na shfaqën edhe disa sfida tjera si hipoteka që është në trull, ajo është në vlerën 5.000 gold mark. Sfida aty është ta llogarisëm se cilën valutë ka ky borxh në ditën e sotme. Kjo ka ndikuar që shumë investorë tjerë të tërheken nga ky projekt dhe e kemi arritë ne të dy bashkë me ekipin të përfundojmë këtë projekt. Një projekt tjetër që për momentin jemi të angazhuar, i cili është projekti më i madh në historinë e kompanisë tonë deri më tani, është në Pazing të Munihut. Janë në fakt 2 objekte me gjithsej 56 banesa. Banesat do nështrohen një sanim të thellë dhe pastaj do lëshohen me qerat. Përveç saj do krijojmë edhe 2 kate shtesë me kornizë drunit dhe për momentin jemi në shqyrtim që komplet ky pjesë të jetë made in Kosova. Ajo shtesë, ato 2 katë do përmbajnë 18 banesa, kështu që gjithë projekti i finalizuar do ketë 7-8 banesa. Na për momentin marrim shumë produkte prej Kosovës, sidomos dritare, dyrë, mobile, i përdorim në objektet tona. Ka shumë kompani cilësore në Kosovë për punimin e drunit, qoftë për mobile, për dyrë dhe dritare, po edhe për ndërtime me korniza drunit. Kjo është aktualisht projekti më i madh privat e sanimit ndërtimit banesor në Minhen dhe vlera e tij arrin në rreth 45 milion euro. Një objekt tjetër që e kemi ble për familjen tonë në veritë e Minhenit, fillimisht ishim me zhvillu si shtëpi tonë, po gjatë procesit të punimeve kemi vendosur me kthy në një Airbnb luksoz, gjendet në veritë e Minhenit. Sot ky objekt gjeneron rreth 400% më shumë të ardhurë se sa një përdorim klasik për banim. Nota varion prej 350 deri në 800 euro për natë, varësisht prej periudhës të numrit e personave dhe gjatë sezonit të lartë është i rezervuar diku në 85% të kohës. Ne i optimizojmë apartamentet që të janë përshtatshëm për investorë që janë të interesuar me investu në pasuni të palojshme, domethënë nuk shesim banesa për njerëz që janë të interesuar me banu vetë në to, po që dojmë i majtë si investim, domethënë shumë me qira. Fokusohem tek një ndarje funksionale e banesave, qira maksimale dhe përgjegjësi minimale për blerësin.
Domethënë klienti ka mundësi komplet organizimin dhe menaxhimin e objektit me na besu neve. Përveç saj marrim edhe parasysh aspektet fiskale, sepse për çdo investor serioz është një pjesë thelbësore e vendimit të investimit aspektet tatimore. Sidomos për individ që kanë hyra të larta, mundën me deduktu në deklaratën e tyre tatimore në fund vitit investimin në objektet tona dhe në këtë mënyrë kanë mundësi me përfitu prej një cashback-ut të madh prej administratës tatimore. Si shembull, objektin e fundit që kemi përfundu, investimi për individet ka qenë aq i mirë që masi kemi nxit objektin e shitjem, brana 8 orëve komplet objekti është rezervuar. Një tjetër pjesë e biznesit tonë është qeradhënia. Këtu në Minhen kemi një kërkesë të jashtëzakonshme për vëmbanim. Edhe kjo ka ndikuar që ndër viteve na me i kriju rreth 145 njësi banimi që sot japim me qerane Minhen, Augsburg dhe Rajan. Zakonisht kur kemi një projekt të ri, bëjmë shpallje për çdo lami të profesionit të ndryshme të ndërtimit dhe zakonisht kur shohim që ka konkurruar një firmë shqiptare, mundohemi me jap përparësi. Eksperienca me kompania shqiptare ka qenë plotësisht pozitive gjatë këtyre viteve. Cilësia është shumë e mirë në punë, janë të saktë dhe puna kryhet shumë në rregull. Lidhja jo me Kosovë gjithmonë ka qenë dhe është shumë e fortë. Jemi rritë me një shtëpi ku vlerat adhetare janë shumë të rëndësishme dhe gjithmonë ne kemi pasi ide që herdo kurdo me kontribu diçka në vendin tonë. Njëna prej qëllimeve tona ka qenë me mbështet student në Kosovë me bursa, nga se na të dy kemi pas bursa gjatë studimeve tona që na kanë jap shumë mundësi, na kanë hap shumë dyrë që përndryshe ishin kanë të mbyllura. Dëshirojmë që këtë mundësi edhe me asjell të rinj në Kosovë që me ndjek studime cilësore, qoftë brenda vendit ose jashtë vendit. Kjo është edhe formula që na si kompani edhe si vllazën funksionojmë. Domethënë nuk të vjen gjithë ai partneri që ta thot ato që don me ni, po ka herë do të më të thonë ato që të vynë me ni. Na si grup e kemi kriju një ambient ku nuk e shohim punën si detyrim javor. Shpeshherë edhe pas orarit mblidhemi në zyre këtu e përfundojmë projektet ose gjatë vikendit. Ky ambient krijohet me punë, pasion edhe qëllime të qarta.